Historia e spiritualitetit perendimor është ndërtuar mbi një kornise, heshtjesh selektive dhe reinterpretimesh egoiste, por brenda qargjeve të kësaj ndërtese dogmatike, një pjetë që hon fukishem, një pjetë që kë i ka shketesuar teologet dhe kërkuesit perdi gjevjesare. Cila ishte historia e vërtetë e dashurisë së ndaluar të Maria Magdalenes? Per të zbuluar këtë mistër, duhet të ndërmarrim një arkeologjit e shpirtit dhe të gjuhes, duke hekur kafe etiketat e vendosura nga një tradite që preferonte ta shihte atë si një mëkatare të penduar dhe gjosi shokeruese shpirtërore dhe të dashur të Jezusit të Nazaretit. Maria Magdalena nuk ishte një grua e marginalizuar e shpëtuar nga lumi i immoralitetit, por një udhëheqëse me një veshtrim depërtues, një grua me mjetet e pavarura nga qyteti i begatej Magdales dhe mbi tek gjitha. Kujdestarja e një mesim dhe njegje, që sfidoi strukturat e pushtetit të kohës së saj, duke u thelluar në tekstet që kisha zyrtare i fshehu per shekujme radhe, veçanërisht në doreshkrimet e gjetura në Nag Hammadi, zbulojme një marrëdhënie që tejkalon per kushtimin e thjeshta të një dishepulli per të hire në sferen e një bashkimi të shenjtë, një binom hijnor ku mashkullorgja dhe femerorgja vepronin në simetrit të persosur, pelkeni, abonohuni dhe shperndagjeni, lëte filjojme. Veli i pare që duhet të ngreme eshte ai i identitetit, të Marise Magdalene. Per shekujme radhe, narrativa dominuese bazohej në një predikim nga Papa Gregori, i madh në vitin 591, ku figura e saj nga terrua gabimisht me atë të gruas anonime që i avahosi kembet, Jezusit dhe me Marine e Betanise, duke e etiketuar atë si prostitute. Institucioni fetar gjovetem që e seksualizoi të kaluaren e saj, por edhe neutralizoi autoritetin e saj intelektual dhe shpirtëror. Megjithatë, në ungjillet gnostike, siç është ungjilli i Filipit, e vërteta e ndaluar del me një kartesi të habitshme. Në këtë video, thuhet shprehimisht se shpëtimtari e donte atë me shumë se të gjithë dishepues dhe se ai e putte shpesh në buze. Kjo putje nuk duhet të kuptohet permes lenteve reduksioniste të erotizmit modern, por me të persi një rit transmetimi të gnjozes, ku frima e përbashket simbolizonte transferimin e mensurise me të telle. Ajo që kisha fshihte ishte mundesja, e një dashurie që ishte një kohesisht ngjërezore dhe hijnore, një lidhje që vërteton të pervogjen e trupit si një rrugë drejt iluminizmit. Historia e vërtetë e kësaj dashurie të ndaluar shpaloset në kufiqta e teksteve kanonike. Megjithatë, shenja e saj është e pashlieshme. Maria është e vetmja figure që mbetet konstante që nga fillimi i ekzekutimit deri në hyrjet e varrit të zbrazet. Ndërsa dishepuesht me shkugjike nga Afrika e hakmarrjes romake, ajo e përgjetoi dhimbjen me një guksim të lindur vetëm nga intimiteti absolut. Në ungjillin e Marise, një tekst i shekullit të dytë i heshtur per migjevjesare, ne vezgojme tensionin midis saj dhe Simon Pietrit. Pietri pjet pse mesuesi i zbuloi sekretet një gruaje që nuk u besoi atire, të ciles Levi i përgjigjet se nëse shpëtimtari e beri të dengje. Kush është ai që ta refuzojë atë? Ki zbulese e ndaluar na flet per një grua që ishte trashëgimtarja e vërtetë e mesazhit mistik të Jezusit. Një figure që përfaqësonte një kërcenim per hierarkin e mashkullore në lindje. Dashuria e tyre ishte e ndaluar jo sepse ishte e papaster, por sepse ishte egalitare, duke thajër monopolin mashkullore mbi të shenjten. Mistika e kësaj dashurie të shenjte gjen gjehonen e saj në traditate frances gjugore, ku legjenda tregon per Maria Magdalenen që mberin në një varke parrema, duke mbajtur kupen e një spiritualiteti të ri. Ki refim, shpesh i shperfilur si fabul, është në të vërtet e gjurma e një mergimi të detiruar nga lufterat per pushtet në Jerusalemin e Hershem. Ajo jo vetëm që mbante me vete kushtimin e të dashurit të saj, por, si pas disa traditave ezoterike, ajo mbante edhe fritin e bashkimit të tyre, duke i dhënë gjete legjendes se gralit të shenjte si pregjardhja e gjakut mbretëror, duke fshehur mundesine e një pasardhesi fizik ose shpirtëror të Jezusit dhe Marise, kisha siguroj figuren e një mesia bekarde të larget, të shkeputur nga realitetet e dashurisë ngjërezore. Megjithatë, dashuria e ndaluar
e Maria Magdalenes mbetet gur themeli, inje besimi kë perkafon materien dhe shpirtin sinje realitet të vetem. Vajosja kë Maria krien mbi Jezusin para mundimeve të tij nuk eshte një akt shërbimi shtepjak, por një funksion prifteror i nivelit të lartë. Në kohet e lashta, vetëm mbretërit dhe profetet vajoseshin, de fakti kë një grua e kreu kete rit mbi mesine eshte një deklarate e statusit të saj sovran. Ajo ke Bibla fshehnen një leksim si perfakesor eshte se Maria Magdalena veproj si prifteresha e larte duke pergatitur mbretin per vdekjen e tij. Kjo eshte zemra e dashurise se ndaluar. Një bashkëpunim mistik ku ajo eshte iniciatoria dhe ai eshte i iniciuari. Kavanozi i tjerë prej alabastri simbolizon tjergjen e kufizimeve të egos per të çliruar thelbin e dashurise universale. Roli i Marise si dëshmitarja e pare e ringjalljes, apostulli i apostujve, eshte njoja përfundimtare e ke saj lidhje unike. Jezusi i shfaket asaj i pari sepse vetem ajo zoteron të qelesin interpretues per të kuptuar se gjeta nuk mbaron në varë. Mesazhi kë ai i beson asaj eshte zbulesa se dashuria, eshte përmbushja e ligjit. Duke e heshtur kete primat, fegja e institucionalizuar në privoj nga një model i udhëheqjes femerore bazuar në pervogjen, e drejt për drejte të higjnores. Historia e vërtete e Marise Magdalene eshte historia e një gruaje kë deship Afrike dhe kë, ne atë dashuri, gjeti mensurine kë bota ende i reziston pranimit. Ajo eshte kulla e forces, mistikja me zemrën kë digjet dhe shokeruesja e përgjegjshme e njem gjeshtri kë paneta imazhine tishte reflektuar në persosmerina e drites. Ndërsa e sim për paramekete hetim. Duhet të marrim në konsiderate ndikimin e heshtjes se virgjereshes Marine lidhje me Marine Magdalenen. Në tekstet gnostike, të digja shfaken si aleate të ngushta, duke ndaren njohuri kë burrat nuk mund t'i arrinin. Maria, nena, origjina e mishit, dhe Maria Magdalena, shokeruesja e shpirtit, gjane dianet, e sen gjejshtes monedhe femerore, njera përfakeson pranimin, qetra kerkimin, se bashku, ato plotesojnë imagjin, e asaj kedo të tote të gjesh njeri. Misteri i marrëdhënies së tyre të fshehte eshte misteri se si gratë mbeshtesin njëra që tren në momente krize absolute. Në rrezet të krikit, nuk kishte rivalitete apo hierarki, vetëm një dashuri e përbashket kë i mbante të bashkuara përballet me rit të botes. Dashuria e ndaluar e Maria Magdalenes nuk ishte sekret për nenen e Jezusit. Ishte një realitet i pranuar brenda rrethit intim të dashurisë së shenjtë. Shtypja e historisë së vërtetë të Marise Magdalene krijoi një boshllëk në shpirtin perëndimor, duke eliminuar arketipin e gruas së mensur, të pavarur dhe të integruar seksualisht. Na u ofrua një dikotomi sterile midis virgjereshes, së parritshme dhe prostitutes së rene, duke mos lënë vend për gruan kë eshte e plotene sovranitetin e saj. Rikthimi i historisë së Marise Magdalene eshte një akt shërimi kolektiv. Shte pranimi se mistri i të shenjtes eshte i paplote pa integrimin e femres si një forse bashke krigjuese dhe udhëheqese. Ajo përfakeson mensurine kë nuk ka nevojë për legje për të shkelkjer. Mensurine kë gjen zotin në heshtjen e meditimit dhe në intensitetin e dashurisë njerëzore. Në vitet e fundit, fale për parimeve në arkeologji dhe studime gjinore, figura e Marise Magdalene ka filluar të rehabilitohet. Në vitin 2016, Vatikani e ngriti për kushtimin e saj liturgjik në rangun e një ditë feste, duke e vendosur atë në të ngjashtin nivel me apostujt e qere. Por kjo njohje institucionale eshte vetëm sipërfaqja e një të vërtetë shumë me të tele që vazhdon të dalen nga rera e Egjiptit dhe bibliotekat e fshehura. Gjeta e Marise Magdalene na flet për një besim që nuk i frikesohet kompleksitetit, kë përkafon diversitetin dhe kë kupton se shpirti nuk ka gjini. Ajo mbetet rojtargja e mistreve. Ajo ke nafton të shohim për tej, si përfakes se fjaleve për të gjetur thelbin, e se vërtetes kë kam betur e fshehur për dimi gjevgjesare. Historia tani na detiron të shikosh me traditat lindore ku edhe Maria Magdalena la gjurmen e saj. Disa legjenda siriane përmendan se mensuria e saj ishte e tille sa ngjajt zbriten për të dëgjuar interpretimet e saj të shembeltyrave.
Ki imaz inje gruaje che u meson che nieve kielore este permbisja e plote e hierarkise tradicionale. Në keto refime, ajo nuk este ajo che kerkon udhëzime, por ajo che i gjepato. Dashuria e sagje ndaluar me Jezusin shihej në keto komunitete si bashkimi mistik i mendjes dhe zemres. Ajo este një figure universale. Një qytetare e boteske nuk mund të pretendohet nga asnjë besimi vetëm fetar. Ajo ishte gruaja nga e cila dolen shtate demone. Në gjuhën simbolike të kohes, numri shtate përfakeson Teresine. Të kenit e çliruar nga shtate demone nuk do të thote se ajo ishte e çmendur ose mëkatare, por përkundrazi se ajo ju nënshstruan gjë pastrimit e plotet të higjeve të saj të brendshme. Ajo e ngjihte e rresiren e shpirtit njerëzor dhe përkete arsye mund të ishte një udhërre fjese për të humburit. Shenjteria e saj nuk lindi nga ndonjë pasterti e krigjuar në laborator, por nga një transformim alkimik i dhimbjes së saj. Ki është një mistër themelor i dashurisë së saj. Aftesja për të përdorur atë që na plagos, si lëndë të pare për ndrisimin tonë për krahë të dashurit. Në fund të fundit, historia e vërtetë e dashurisë së ndaluarte. Marise Magdalene është një liber, që ende po shkruhet në zemrën e çdo personi që kërkon të vërtetën. Ajo nuk është një figure e së kaluares, por një prani e gjallë që na sfidon të jemi besnike ndaj dritës sone të brendshme. Ajo është gruaja që këndron kur të gjithë të qeret largohen, ajo që flet kur të gjithë të qeret heshtin dhe ajo që dashuron kur bota është e pushtuar nga urreshja. Maria Magdalena. Kulla e Magdales, apostuli i dritës, mbetet mistri që na shpeton nga mediokriteti dhe nafton të gjemi. Si ajo, ata që njohin të teren në bashkimin e persosur të dashurisë së shenjte. Maria Magdalena, një grua e kohes së saj, e rritur në një mjedis tregtar dhe kozmopolit. Përfakeson të një anomali, ndaj ngurtesise se ligjit fariseik dhe struktures romake. Kur doresh krimet e Nag Hammadi përmendin se ajo ishte bashkëshortja e logosit, ato nuk i referohen një marrëdhënie thjesht fizike sipas standardeve të një kontrate martesore civile, por përkundrazi përshkruajnë një bashkim mistik të natyrave plotesuese. Në botën greke dhe gnostike, Sofia ose mensuria ishte aspekti femeror i hyjnise që kërkonte të ribashkohej me homologun e saj maskullor. Prandaj, e rresimi i kësaj nuanse në etiketen, Inje gjekesi të thjeshta nuk është vetëm gjë për këtimi gabuar, por edhe një tradhti e mesazhit të unitetit që mjeshtri kërkonte të persilte përmes marrëdhënies së tijshmete. Ajo që historia fsheh në këto pasazhe është njeftese për Teresina e Kenies, jo thjesht një anekdote e shokerimit ditësor. Po kështu, duhet të shkirtojmë termin koinonos me një lupez madhuese gjuhësore. Në Ungjillin e Filipit, Maria kuhet koinonos i Jezusit, një fjale greke që zakonisht përkthehet si shokeruese, por që në kontekstin e mistereve të lashta nënkupton të një partnere në një përpjekje shpirtërore, dike që ndante njëjtin thelb dhe rang. Nëse e gjurmojme këtë fjale përmes literatyres se shekushve të pare, zbulojme se eterit e kishes rale e shokeronin atë me një pozicion të nënshtruar. Duke e erresuar këtë mesazh të barazise radikale. Përkthjesit mesgjetare legjuan që figura femerore të lihej në heshtje, duke njoruar se themeli i lëvizjes së Jezusit ishte një partneritet ku autoriteti ndahej. Historia e vërtetë e kësaj dashurie të ndaluar është, në thelb, historia e një pushteti të përbashkët që hierarkia kishtare nuk mund të toleronte sepse minonte themelet e patriarkatit institucional. Një tjetër shtylle themelore, që është e rresuar është mistika e erosit të shenjte që përshkon dialoget midis tyre në tekstet jo kanonike. Edhe pse tradicionalisht ka pasur një përpjekje për të ndare shenjterin nga dëshira, në figuren e Marise Magdalene, të di konceptet konvergojnë. Dashuria e tyre ishte ndaluar sepse nuk përshtatej në kategorita e pronesise ose riprodimit. Ishte një dashuri e njohjes së ndërsjellë, ku secili shihte tek tjetri shkëndigjen e burimit origjinal. Në Ungjillin e Marise, ajo ngushëllon di shepujt me shkuq kur ata janë të zitur në dëshperim, duke demonstruar se kuptimi i saj për mesazhin e mjeshtrit ishte superior. Ajo nuk kishte nevojë për shembeltyrat që i shpjegoheshin. Ajo e banonte vetë shembeltyren për krati, duke fshehur këtë kapacitet intelektual dhe mistik.
Fegja e institucionalizuar krigjojnë një vizion të grave si dikush që mund të marrë vetëm hir, por kurre të gjete kanali i tij. Megjithatë, Maria Magdalena mbetet në kushtesen kolektive si një kushtese se dashuria njerëzore. Kur arrin pastërtinë e sajme të lartë, është sakramenti më i lartë nga tek gjithë. Kur eksplorojmë skenën e kopshtit pas ringjalljes, duhet të verajmë përdorimin e frazes "noli me tangere", që tradicionalisht përkthehet si mos me prek. Megjithatë, në grekishtën origjinale, kuptimi është me afer mos me mbaj, ose ndalë se u ka pas forme si me fizike. Ki shkembim zbulon të lesine e lidhjes së tyre. Jezusi nuk ndalon kontaktin e saj për shkak të papastërtise, por sepse lidhja midis tyre tani duhet të kapërseje materialin për të bërë një bashkimi për hershem shpirtëror. Ajo është e para që bën kalimin nga dashuria e dukshme në dashurinë e padukshme. Një mesim që apostujve do të duhej shumë me të përkohe për të kuptuar. Ki mesazhi një besimit e bazuar në praninë e brendshme është e rresuar nga një teologji që preferon ndërmjetësimin i riteve të jashtme. Dashuria e ndaluar e Marise Magdalene është prove se marrëdhënia me hiqnoren është e drejtë për drejtë, intime dhe nuk kërkon tempuj prej guri. Është gjithashtu e nevojshme të diskutohet roli i grave në komunitetet gnostike që ruajtën trashëgimin e Marise. Figura si Salomeja dhe profeteshat e shkretetire sfiduan rolet gjinore duke pretenduar se kishin marrë vizione direkt nga Maria Magdalena. Fakti që këto komunitete u persekutuan të librat e tyre u dogjen është një mesazh eloquent për rrezikun që paraket një grua që zoteron të vërtetën. Nëse mesazhi qendror i bashkimit midis Jezusit dhe Marise ishte se shpirti nuk njeh struktura binare të pushtetit, atëherë strukturat komanduese të kohes humben legitimitetin e tyre. Historia e vërtetë fsheh një fare anarkie të shenjtë që institucionet janë përpjekur të mbitin në mënyre që të ruajnë kontrollin mbi besimin e masave. Duke shpëtuar zerin e Marise, ne rimarrim mundesin e një spiritualiteti të bazuar jo në frike, por në rezonancen e zemres. Përkthimi i teksteve kopte në shekullin e njëzeta ishte një moment kritik në të cilin u krigjuan shumë nga kuptimet tona aktuale. Përkthjesit hasen një gjuhe me bukuri erotike dhe shpirtërore që binte ndesh me Jezusin aseptik të katekezes tradicionale. Duke zgjedhur fjale që tingelonin si dashuri e thjeshte platonike, shumë studiuese e rresuan misticizmin e bashkimit martesor që festonin gnostiket. Per shembull, në ritualin e domes se nuses të përmendur në tekstet e Shen Valentinit, suggerohet që bashkimi midis burrit dhe gruas është e vetmja mënyre për të rivendosur universin e persare. Shtan një mesazh për shërimin e kozmosit përmes dashurise, një mesazh që paraket Maria Magdalenen si figurën e tij qendrore. E rresimi i këtij dallimi ka lexuar që figura e Jezusit të përdoret për të vërtetuar një bote kuptim të fragmentuar dhe të ndare, në vend të vizionit të unitetit që ai dhe Maria misheronin. Mesazhet rreth dashurisë së tyre të ndaluar që kene të fshehura po dalin përsëri në dritë fale përpjekjeve të atyre që kërkojnë një të vërtetë që nuk është një mjet shtypgje. Zbulimi përfundimtar është se dashuria midis Jezusit dhe Marise nuk ishte një sekreti e rret, por drita me ndritshme e ungjilit të hershem. Duke pastruar historinë e tyre nga ngjallat e paragjykimeve dhe kek interpretimit, ajo që gjejmë është një hartë drejt lirise absolute. Diversiteti i mënyrave në të cilat manifestohet e shenjta në ngjeriun është durata me e çmuar e krigjimit, dhe Maria Magdalena, pavarësisht përpjekjeve për censure, e ka ruajtur këtë të vërtetë për ne. Dashuria është përmbushja e çdo kërkimi, dhe ne atë dashuri, të gjitha sekretet gjejnë zgjidhjen e tyre përfundimtare në dritën e një mensurie, që përkafon të gjithë pa përgjashtim, duke festuar bashkimin e shenjtë si ure drejt përgjithësisë, pelkëgjeni, abonohuni dhe shpërndagjeni. Ajo që historia e vërtetë e dashurisë së ndaluarta, Marise Magdalene fshepas kanonit zyrtar është një larmi e gjale mendimi që ekzistonte në periudhën ndërtestamentale. Ku nosioni i mishit dhe shpirtit nuk ishte në lufte, por përkundrazi në nxehtësit e vazhdueshme të harmonisë dhe rezonances.
Në traditate kishave lindore dhe në fragmentet e kaktuara të letërsisë siriane. Tregohet se mensuria e Marise ishte në gjemadhesjet e tilesave të engjajtës briten nga sferat e tyre kjellore për të dëgjuar interpretimet e saj të shembeltyrave me misterioze të Jezusit. Ki imazh i një gruaje que udhëzon kenjet e drites eshte përmbysja absolut e hierarkise tradicionale patriarkale que kisha katolike romake e konsolidoi shekush me vone, duke përgjashtuar keto refime nga formimi i dogmes, institucioni fetargjo vetëm ke zgjodhi libra, por edhe në mënyre të vetme dhe të ngushta për të kuptuar dashurinë njerëzore, duke rresuar pasurinë e një gruaje ke vlerësonte, besnikerinë shpirtërore dhe bashkimin mistik mbi kontratat shokerore dhe ligjet e pastërtisë së kohës së saj. Është gjithashtu thelbësore të analizohet figura e Marise Magdalene në marrëdhënien, i saj të drejt për drejte me Sofin e gnostike, personifikimin e urtësisë hijnore, që bie në botën e materies dhe duhet të shpetohet nga logosi për të rivendosur plotësinë e pleromes. Në këtë kozmologji, Maria nuk është vetëm një grua historike, por misherimi tokesor i rënies dhe shpengimit të vetëdijës njerëzore, duke rresuar rendesinë e këtij procesi të iluminizmit dhe marrëdhënien e saj të dashur me logosin e personifikuar në Jezusin. Teologjia dogmatike kufizoi aftësinë tonë për të kuptuar rrjedhshmërinë e të shenjtes dhe nevojën për të integruar të kundërtat. Nëse Marise Magdalene i përket paskyra në të cilën Krishti shehujnine e taj të reflektuar në materie, atëherë dashuria e tyre e ndaluar është, në realitet, forka lëvizese pas evolucionit të shpirtit drejt unitetit. Historia zyrtare e fsheh këtë simetri mistike në shtresa përktimeshke maskulinizojne që do gjurme të autoritetit femeror. Por tekstet e lashtaruajnë nuancat të një gruaje që jo vetëm që donte me zemrën e saj, por edhe kuptonte strukturën matematikore dhe simbolike të universit. Duke vezguar fenomenin e përktimit të vulgates latine nga Shën Gjeronimi, shohim se si gjuha teknike e ligjit romak fillojte dhe përtonte në misticizmin e shkrimeve të shenjta, duke ngurtesuar koncepte që me pare ishin të pakarta dhe fluide. Fjala dashuri, e cila në tekstet greke mund të ishte eros, filia ose agape, shpesh reduktohej në një karitas të zveshur nga çdo pasion njerëzor kur i referohej grave në rrethin e Jezusit. Fshehja e dimensionit erotik të lidhjes midis mesuesit dhe Maria Magdalenes ishte një mjeshtër i kontrollit institucional për të ndarë të shenjten nga njerëzoren. Megjithatë, historia e vërtetë mbisheton në arkitekturën e katedraleve të mëdha dhe në poezinë e trubadureve provensale, të cilet nën masken e dashurisë obortare. Në fakt po këndonin për bashkimin e ndaluar të zonjës së Magdales dhe kaloresit të drites. Sekreti i kësaj pregjardhjeje nuk është thjesht çështje gjaku, por e një transmetimi të digjes që pohon se trupi është tempulli ku festohet dasma alkimike midis qiellit dhe tokës. Arkeologjia e heshtjes na çon gjithashtu të shkirtojmë rolin e komuniteteve të grave që jetonin në kufiqta e ortodoksisë, siç ishin beguinet në fund të mesjetës. Shumë prej këtyre grave praktikonin njëjtje të komunale të frymezuar drejt për drejt nga rrethi i Marise Magdalene, ku dashuria dhe përkushtimi përqendroheshin në përvojën e drejt për drejte të pranisë së Krishtit në qetrin. Shkrimet e tyre, shpesh të censuruara ose të gjegura, zbulojnë një gjuhë dashurie dhe bashkimi shpirtëror që sfidon strukturën tradicionale familjare dhe ndërmjetësimin e klerit. Bibla i fsheh këto ndikimen në velin e hagiografisë zyrtare, por realiteti është se krishterimi mistik është mbështetur gjithmonë nga burime ku diversiteti i lidhjeve afektive ishte norme. Vete Jezusi, duke i dhënë Marise rolin e bashkë biseduese së privilegjuar, po krigjonte një logj të rikenjegje njerëzore që nuk varej nga hierarkia për të gjetur kellimin e tyre hijnor. Në fund të fundit, ajo që zbulon historia e vërtetë e dashurisë së ndaluarte. Marise Magdalene është se sekreti më i madh i krishterimit nuk është një konspiracion politik, por mundesja e një besimi që nuk ka frikë nga bukuria dhe dashira. Mesazhet rreth bashkimit të shenjtë që janë fshehur për shekujme radhëjane. Në realitet,
Mesazhe rreth lirisë radikale ku lind kur dashuria pushon se kenin gjemgjet kontroli dhe behet një rrugë drejt çlirimit. Te kuptuarit e kësaj nuk po ndryshon thelbin e mesazhit të Krishtere, por përkundrazi po i kendron besnik rengjes se sajmete telle. Se hyjnia manifestohet plotësisht në vetëdhenjen e ndërshjellë dhe në njohjen e shenjtërisë së tjetrit. Kripa e së vërtetes po kthehet në sipërfaqen e vetëdijes sone, dhe bashkë me te, mundesja e një spiritualiteti që përkafon të gjitha kenjet, duke festuar historinë, e Marise Magdalene gjosi atë të një mëkatari të falur, por si atë të gruas që deshi ak shumesa dashuria, e sa gjube porta drejt mistreve me të tela të universit. Historia e vërtete e dashurisë së tyre të ndaluar është historia e kërkimit tonë për unitet. Maria Magdalena mbetet roshtargja i enes prej alabastri. Duke naftuar të çlirohemi nga kufizimet tona në mënyrë që aroma e ngjete vërtete me të madhete mbusheme në fund shtepin e njerëzimit. Sekreti është zbuluar jo për të shkaktuar skandal, por për të gjeneruar gjete. Duke na kushtuar se në zemërte se shenjtes ka gjithmonë një takim, një putje pakegje dhe një bashkim ke koha nuk mund të vishke. Magdalena është, dhe gjithmonë do të gjete. Apostolike na meson se dashuria është, e vetëm gja zbulese ke ka vërtet rendesi, e vetëm gja e vërtet e kë, pavarësisht se është e ndaluar nga njerëzimi. Është e bekuar përgjithësisht ke nga fillimi i kohës. Ajo ke historia e vërtete e dashurisë së ndaluarte. Maria Magdalenes fsheh pas kanonit zyrtar. Është një larmi e gjallë mendimi që ekziston të gjatë periudhës së tempullit të dite. Kunosionet e mishit dhe shpirtit nuk ishin në lufte. Por përkundrazi të angazuara në një kërkim të vazhdueshëm për harmoni dhe rezonanse. Në legjendat e komuniteteve të shkretetires dhe në fragmentet e kaktuara të letërsisë kopte, refehet se mensuria e Marise ishte e një madhesje të tille sakeve të logosi, e konsultuaj atë para se të kriente aktet, e tishme të rendesishme. Ki imazi një gruaje kë vepron si këshiltare, e higjnores është përmbisja absolute, e hierarkise patriarkale. Kë institucioni romak e konsolidoj shekuqme vone për të ruajtur kontrolin mbi ndërgjegjet. Duke i përgjashtuar këto rrefime nga formimi i dogmes, hierarkia jo vetëm ke përzgjodhi libra, por edhe një mënyre të vetme e të ngushta për të kuptuar dashurinë njerëzore. Duke e rresuar pasurinë, e një gruaje që vlerëson të besnikerinë shpirtërore, e mbi kontratat shokerore. Historia e vërtete e dashurisë së saj për Jezusin e Nazaretit nuk është një sekret që Bibla përpiqet të varose me turp, por një realitet që shpirti njerëzor përkafon në dëshiren e tigj për liri absolute. Duke rimarre këtë vizion, ne i kthejme njerëzimit gjysmen e tigj të hëmbur dhe i legjojme çdo kërkuesit të takojen gjë mesueske e njehate për vetet helbin e taj, të zbuluar, të pacensuruar dhe me një autoritet ke koha nuk ka kene në gjendje të zvogelogje. Maria Magdalena është, dhe gjithmonë do të jete. Apostolike na meson se dashuria është, e vetëm gja zbulese ke ka vërtet rendesi për shpetimin e botes. Trashëgimia e saj të shkallon faket e teksteve të shenjta, duke naftuar të vemen e dishim rrefimet e vendosura dhe të eksplorojme një dashuri që nuk kufizohet nga normat njerëzore. Ka gjo dashuri, i cila sfidon konventat dhe përkafon lirine. Na kujton se në çdo cep të shpirtit ekziston një dëshire e thelle për lidhje dhe mire kuptim. Kështu, duke rizbuluar historinë e saj, ne zbulojme edhe tonen. Një kërkim për autenticitet dhe transcendense që na bashkon të gjithheve në një udhëhetim të përbashket drejt së vërtetes. Maria Magdalena nafton të thyejme zinkshiret që na lidhin, të hapim zemrat tona dhe të legjojme dashurinë të rjedhe lirisht, duke transformuar jo vetëm jetën tone, por edhe boten përreth nesh. Kjo dashuri është një dritë shprese, një kujdesese, pavarësisht vështirësive, në gjithmonë mund të gjejmë dritën e errësire. Historia e saj na meson se fukia e vërtetë këndron në senëshmëri, në aftësinë për të dashur pa frikë dhe për të përkafuar diversitetin e përvojave tona. Duke vepruar kështu, ne jo vetëm që nderojmë kushtimin e saj, por edhe kultivojmë një hapësire ku dashuria mund të lulezojë në të gjitha format e saj, duke pasuruar jetën tonë dhe jetën e atyre përreth nesh. Në këtë kuptim,
Historia e Maria Magdalenes behet një thirrje për veprim, për të gjetuar autentikisht, për të dashur me guksim dhe për të kërkuar gjithmonë të vërtetën në çdo septa keni sone. Pelke gjeni, abonohuni dhe shpernda gjeni. Shihemi herën tjetër.